krejt ndryshe rasti i Koreas Veriut ku gjyshi Kim Jong-unut pretendohet që të jetë një lloj mesie, megjithëse ka qenë agent i KGB-s. Dhe vazhdon ajo deifikimi, po. Gjenerata e 4. Dhe Ceausescu aty u frymëzua, pastaj që dy vëllezërit e vet i bëri ministra, gruan e vet Elenën e bëri zvendësën e vet etj etj. Pra, në këtë pikpamje, ajo që ju thoni më intrigon sepse kulti i individit, pavarësisht se ishte shumë i përhapur në regjime totalitare, nuk duhet të shkonte deri aty sa të deifikojë në një farë mënyre, pra të kthehej në një lloj religioni laik. Unë kam pavarësisht kësaj që thoni ju, unë shoh një lloj vijimësie nga regjimi i cili ka të bëjë edhe me kulturën dhe me traditën politike në Shqipëri. Për shembull, unë shoh deri diku një farë vijimësie nga periudha e Zogut në periudhën e regjimit komunist. Kam përshtypjen që ekziston një lloj elementi shumë i fortë patriarkal ose një lloj shpërfaqje, një lloj patriarkaliteti të përgjithshëm i cili ku lideri i shtetit bëhet edhe babai, por është një babai i cili nuk edhe gjeneron sistemin, por kam përshtypjen që nuk arrin dot të ta konceptoj sistemin me pasardhës. Dhe kjo ndofta për rastin e regjimit komunist mund të ishte më e pranueshme, pra ekziston një struktura organizative e cila nuk e implikonte, pas nuk e mendonte këtë transmetimin nga babai tek i biri, fjala vjen të pushtetit, por këtë e kam parë deri diku edhe në periudhën e Zogut. Është e vështirë që ta identifikosh Zogun me një pasardhës, edhe pse nuk ishte mundësia, po ishte një regjim tmerrsisht autoreferencial, i cili un kam përshtypjen që filloi dhe mbaroi me ikjen e Zogut nga Shqipëria. Aty në vitin 39, në momentin që ikën regjimi mbaron, por un mendoj që edhe po të vazhdonte do ishte një krizë të fortë suksesioni, jo suksesioni trashëgimie, po suksesioni politik. Në një farë mënyre regjimi Zogis do mbaronte me momentin në cilin edhe Zogu do të mbaronte dhe nuk është dhe kjo është deri diku e vërtetë kjo që po them unë, se të paktën është e parashikueshme dhe në mënyrën se si evolon pastaj koncepti apo imagjinata se çfarë duhet ndodhte me Shqipërinë, qoftë edhe në vitin 39, qoftë edhe më vonë. Pra Zogu marginalizohet, ideja e rikthimit ose nuk e imagjinoj, jo vetëm komunistët, po edhe balli e ka të vështirë ta imagjinoj rikthimin prap. E njëjta gjë ndodh pak a shumë me periudhën e komunizmit. Ai regjim fillon me Enver Hoxhën dhe unë mendoj që ai regjim mbaron në momentin që vdes Enver Hoxha, por vijimësia dhe pikërisht këtu vim është glorifikimi dhe ndërtimi i kultit material, jo i kultit se thosh të gjallë të Enver Hoxhës.